Dje kemi marrë lajmin që kanë dhënë jetë Papa Francesku. Kush është Papa Francesku? Ishte deri dje zoti i shtëpisë për krishterëve, meqense të gjitha mesazhet, të gjitha që do transmetojmë sot janë të marrë nga një dokument i Papa Francesku për torin mbi natyrën. Dëshiroj në këtë moment në botën e perëndimit do një moment heshtje. Në botën e krishterë kemi një moment lutje. Të falemi Mari, për të Zotin me ty, e bekuar me të baku të njerëzit. Shejta Mari, e hyr, Për të parë, kjo datë ka qenë fillimi i këtij udhëtimi ndërgjegjësimi në vitin 1970. Ndoshta, në mendimet tona të ngrihemi për diçka të tillë, na duket një diçka shumë e largët ose humbje kohë në mendjen tonë. Por në fakt, le të mendohemi pak. Sa herë kemi dëgjuar në gojën tonë fjalët si nuk merret më frym këtu. Sa çdo verë sa vjen e bëhet akoma edhe më e nxehtë. Na mbyti kevapa e tjerë e tjerë. Dikur, para disa vitësh, secili prej nesh kishte ujë dhe nuk mungonte nga mungesa e tij. Por tashmë ajo i mungon. Shumë pak ka. Uroj që gjithë këto mesazhe që ne do të japim në këtë ditë të mos tingëllojnë si mesazhe të përsëritura të zbrazura. Sepse nëse secili prej nesh ka kurajon të shohë sjelljet e tij kundrejt tokës, do të kuptojë që ka ardhur koha të bëjmë ndryshimin në stilet tona të jetesës dhe sjelljeve konkrete të përditshme. Të gjitha këto mesazhe që do të transmetojmë sot janë mesazhe të marra nga një dokument i titulluar Ti qofsh lëvduar, i shkruar nga Papa Francesku, të cilin sot e nderojmë akoma edhe më shumë. Siç e keni parë, të gjithë fëmijët e shkollës 9-vjeçare kanë të veshura bluzat që mbartin një mesazh shumë domethënës. Të mbrojmë natyrën që të duam jetën. Këto bluza të mrekullueshme janë dhuratë nga Zepa Natyral, kryesisht nga Zoti Nikolinjaka, të cilin e falenderojmë që është treguar gjithmonë bujar dhe i kujdesshëm ndaj nesh. Motër, diçka fantastike sot. Edhe bravo për organizimin, fantastike fare. Tani jam shumë e lumtur që qëllon edhe fatkeqësisht edhe fatmirësisht me edhe mesazhet e Papa Francesku na vini ditë ku gjithë neve jemi më të aftë për t'i pranuar. Po, unë pash se gjithë kjo, domethënë është mbështet tek mesazhi, pash fëmijët, pash më tepër kur i thon fëmijët. Është mbështetur nga një dokument i Papa Franceskut, Ti qofsh lëvduar i Papa Francesku. Po, shumë bukur, bravo. Në këtë listë të parë, mesazhi që do të japim ndotja, mbetërinat dhe kultura startike. Kontakti me ndosit atmosferik prodhon një skeptë të gjërë efektesh mbi shëndetin, veçanërisht dhe ato të më të varfëve. Admirojmë punët
që fëmijët e qendrës kulturore dhe Shem kanë bërë duke përdorur materiale të riciklueshme. Një falënderim shkon për Zyshen Majlinda Shqepanaku. Nuk mund të kaloj pa i vëzhguar, pa i thënë faleminderit punës së këtyre personave. Pozicionojme me fytyrën nga këta. Bravo! Lutër e kalën trotuarin. Vini, kërëni dhe ju këtej. Njëherë s'fusin a duke u marrë me pleq, që të shkajtë dhe kanë... Është diçka shumë e rëndësishme në jetën e tonë. 70% i tokës është e përbërë nga ujë. 70% i trupit tonë është e përbërë nga ujë. Një njeri mund të jetojë më shumë, nuk mund të jetojë pa ujë. Më shumë mund të jetojë pa ushqim, por pa ujë jo. Nuk ka jetë pa ujë, nuk ka cilësi pa ujë. Tani do të dëgjojmë edhe fjalën e këtij dokumenti të marrë nga Papa Francesco. Signalizimet e situatës aktuale në të cilën ndodhim, nisë që në shterrimin e këtyre përmbimeve kryesore natyrore. Numri i konsumeve të dëgjuara të botës është rritur aq shumë që tashmë sa fundi i jetës. Për të shpërdorur dhe hequr tokë, arrin nivelin e të paligjuara. Dhe ne me këto marshim ndërrojmë figurën e tij. Dëshiroj të drejtojmë edhe një mesazh që buron nga realiteti i ynë, me qenë se çështja e ujit na prek edhe neve nga afër. Të tash jeni vogël, pika jone e brendjes, së bashku me të gjithë këto një kur vini nga Biblia. Një kot me vete, një çantër ku sa përgjithë ato të shkruajnë. Ka qëllë, të ishte gjithë. Nga dashuria e Krishtit, lind vëllazëria dhe kujdesi për botën. Trajtimi ndaj natyrës është baraz me krijimin e të varfërve të shumt. Spiriti i tezës së divine. Që të shpjegon faktin që secili prej nesh po thot për ditë më shumë e pangur kur egoist, në lidhje me atë që ka dhe në lidhje me marrëdhëniet që ka ndërtuar. Jetojmë në një kulturë përjashtim, ose siç nihen ndryshe. Mos shpërdorim atë që ne jemi. Shpërdorim atë që jemi. Të mos shpërdorim fundin që Zoti na ka dhënë dhe
tjerët. Qofshin e tuaj I cili është i shtrishit në përqenit të kryuar të qata dhe të qmueshme dhe të bukur. Qofshin e tuaj, Zotin, për motrën e, për motin i vejtër dhe të këtërin, e për shaskin e të cilës për ka kërisa të tuaj. Qofshin e tuaj, Këtu të pranishëm që të mos Gjergj Marku, dëshirojnë në emër për të Gjergj të patë për keqin, nga kërveti vlogër si që është Rubiku, dëshirojnë nësa është mundur të transmetojnë një mesazh për të gjithë Shqipërinë tonë të dashur dhe do e bëjmë në këtë mënyrë. Tre pika, thonte Papa Francesku, duhet të ndjekim dhe të shkuar kundër mentalitetit të kësaj bote, që është një mentalitet shumë shpërtzues, shumë shpërdorues dhe shumë mos përfillues. Papa Francesku thot tre gjëra: ta pranojmë veten si dhuratë të Zotit, të mos shpërdorojmë dhuntit që Zoti na ka dhënë dhe të mos keqtrajtojmë njëri tjetrin. Kam dëshirë të bëjmë një bërë të keqe për Papa Francesku, i cili na ka dhënë një pesar që uroj, sidomos mësuesit, t'i japin të dokumenta, ju siguroj që të bëni më të pasuruar. E gjë gjithë bashku pak, nga dashuria jo nuk e gjë, nga dashuria e Krishtit, një, vëllazëria dhe kujdesi për botën. Faleminderit që jeni gjithmonë pranesh në Zotin. Nëse mbaj parasysh faktin se edhe ne njerëzit kemi të drejtë të jetojmë të lumtur, duhet të mendojmë edhe për degradimin mjedisor dhe kulturën së skartimit mbi jetën e personave. Sot, shumë qytete janë bërë të papranueshme për shkollave që rrënjës dhe asfaltit dhe po humbasin kontaktin fizik me natyrën. Po bëjnë investime vetëm për ruajtjen e habitateve dënore apo të mëdha, ndërkohë që pra të zona ku jetojnë të startuarit e shoqërisë tregohet më pak ose as pak vëmendje.
Ainata, sepse kishte dashuri e përsëritësi për ne. Marrëdhënia jonë me tokën, pra natyrën, është e padashme për vëllazërisë e besnikërisë. Nëse e dim vlerën e tokës dhe forcën e aftësisë që na ka dhënë ne hyri, kjo na lejon që sot të japim fund vitit modern të prokrijimit, të pakufizuar. Ekzistenca njerëzore varet në 3 marrëdhënie: marrëdhënia me Zotin, me familjen dhe me tokën. Sipas fesë, të 3 këto marrëdhënie janë të shkatruara. Disa mund të thonë se çfarë do të thotë kjo në lidhje me tokën. Është një përgjigje e lehtë e plot kuptim. Mëkatet tona, ato mëkate që po shkatrojnë jetën dhe tokën, ato vepra që po shkatrojnë vendin që Zoti ka krijuar për ne si dhuratë, për ajon, por jo vetëm jona. Na nxit që ta duam krijimin si tokë dhe si njerëz. Ja tregon se njeriu duhet të jetë në harmoni me hyjin. E si të jemi në harmoni me hyjin, kur po shkatrojmë krijimin e tij, personi merr prej tokës gjithçka. 5 minuta do pozicionohemi tek shkallët e infërkullës këtu, na udhëheq Judi, duke na vërtet momentin e fundit. Të falenderojmë për gjithë aktivitetet që bën në Rëshen, aktivitete sensibilizuese. Përfitojmë të bëjmë një falenderim. A i dojë dorë Turkite? Bravo! Një person shumë pozitiv. Tim fjallën një mekeshës tonë, që është e huaj, Elizabeth. Si është për t'i dhënë një mikpritje, për ta kuptuar se kush është ajo? I am very grateful that you all allowed me to. Gjetja nuk është dallë që shëndrueshme. And I am so pleased that you all are also enjoying this day and understanding why it's so important. Dhe ndihet shumë e kënaqur që edhe ne fëmijët këtu e kuptojmë rëndësinë e kësaj dite. I'm very excited to say that I'm going to be in Rubik for 2 years working with the Peace Corps at the Infokula. Ndihet shumë e kënaqur të thonë që do të jetoj në Rubik për 2 vite duke punuar tek Infokula. I hope that all of us can become friends, we can work together, and you can help me with my Albanian. Not only does it show the beauty of their needs, but it also is really important to them to make sure that this country remains beautiful. Infokula është shumë e rëndësishme për të, sepse jo vetëm tregon bukurinë e Mirditës, por është edhe shumë e rëndësishme për ne dhe tregon bukurinë e gjithë Shqipërisë. Thank you so much for welcoming me. Të ngjim mesazhin nga dokumenti. Tani Si shkolla 9 vjeçare Rubik, duam të falenderojmë në mënyrë të veçantë mësues Linditën që në mënyrë të palodhur na sensibilizon për temat si çështja e ambientit apo ekologjia. Unë jam Lindita, mësuese shkollës 9 vjeçare Lënda Biologji TV. U surprizohem nga një dhuratë e tillë, në të vërtetë mua apo nuk vlen vetëm për mua. Vlen për gjithë kabineti pedagogjik të shkollës 9 vjeçare Rubik, bashkë me nxënësit. Por jetës së vërtetës, meqense jemi në një ditë botërore për tokën, ku pjesë nuk duhet të jetë të datën 22 prill, por duhet të jetë në sot ditë të vitit. Shkolla 9 vjeçare Rubik ka dhënë kontributin e vet, qoftë minimal, vepra artistike të punuara me mjete të riciklueshme dhe me shtim të sipërfaqeve të gjelbëruara sidomos në oborrin e shkollës. E vlerësoj shumë, faleminderit, por është vlerësim për gjithë ne. fëmijët e shkollës 9 vjeçare tek qendra kulturore Abat Doçi, Zoti Nikolin Jaka na ka dërguar edhe disa produkte të Zeka Natyral, e dim që janë produkte bio. E falenderojmë dhe
kur të kthehemi tek qendra, dijeni që ato produktet aty na presin. Unë jam dhe zgjedhur për vitin që shkruaj, Gruaja e gjendur e Ballkanit Perëndimor. Është një çmim ballkanik që unë e kam marrë atje në Sarajevo dhe e kam sjellë tek ferma ku punoj. Sepse unë punoj në një fermë, vajzat e mia, Luna dhe Lea punojnë në një fermë. Të punosh në fermë dhe në natyrë është një privilegj i madh dhe nuk është turp të punosh me kafshët. Dhe për këtë, mua më dha një çmim që unë e kam sjell në fshatin tim dhe kam dëshirë ta ndaj me secilin prej jush. Kështu që gëzuar ditën e tokës, duheni tokën shumë se ajo na don edhe më shumë. Pse kjo tokë na zgjodhi neve, të zgjodhi ty, zgjodhi gjithë secilin prej nesh. Për çfarë i duhemi kësaj bote? Të gjitha këtyre pyetjeve do t'u gjejmë përgjigjen kur ta kuptojnë rëndësinë e madhe që mbartin këtë fjalë. Jemi ne që duhet të përçojmë një planet me jetë të banueshëm për njerëzimin pas nesh. Është thjesht të lëmë rënoja shkretëtira e habitate pa jetë. Ritmi i konsumit e shpërdorimit i ka kapërcyer kufin të planetit tonë. Në atë mënyrë ku stili jetesës është bërë i papërballueshëm. Gjë që mund të çojë vetëm në katastrofa, sikurse faktikisht është duke ndodhur periodikisht në vende të ndryshme të botës. Zbutja e efekteve të ekuilibrit aktual varet nga ajo që bëjmë tani. Nuk e meritojnë brezat e ardhshëm të vuajnë pasojat e këtij ekuilibri, ku shkaku kryesor jemi ne.